mbledh kryebashkiakët me styre dhe ata që kundërshtuan ndarjen territoriale, Berisha deklaron të pengojnë me çdo kusht hartën e socialistëve. Reaktivizohet zjarri në Krujë, evakuohen banorët e lagjes Abaza që rrezikohet nga flakët, shfaqet një vatër në periferinë e Tiranës, ndërhyet nga ajri. Ekspertët thonë se ndalimi i importit të mishit nga Brazili është vendimi i duhur, rritet siguria ushqimore që është një nga kushtet e Bashkimit Evropian. Gjykata e Korçës lë në qeli vrasësin e 20 vjeçarit Johan Zuko, autori shfaq pendes për krimin në sallën e gjyqit, Kristian Stereo braktiset nga familjarët. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Për herë të parë, kryebashkiakët që kanë dalë publikisht kundër ndarjes së re territoriale janë përballur me Edi Ramën në takimin e mbajtur në Vlorë, që ka zgjatur më shumë se 4 orë, është diskutuar propozimi që vendi të ketë 46 bashki. Mësohet se kryeministri ka dëgjuar pretendimet e drejtuesve të njësive vendore që janë parashikuar të shkrihen. Kryeministri Edi Rama zhvilloi takimin e parë për hartën e re territoriale me drejtuesit e pushtetit lokal. Takimi, i cili zgjati 4 orë e 30 minuta, u zhvillua në jugun e vendit, në një lokal përgjatë aksit rrugor Kuç Qeparo. Pjesë e diskutimeve ishin 20 kryetarë socialistë të bashkive, mes të cilëve të gjithë kryetarët e bashkive që do të shkrihen si pasojë e reformës territoriale. Në përfundim të takimit nuk ka pasur deklarata për median, por mësohet se gjatë mbledhjes ka pasur diskutime mbi reformën dhe ndryshimet e propozuara për hartën e re territoriale. Ndërkaq që kryetarët e bashkive që do të shkrihen kanë paraqitur opinionet dhe qëndrimet e tyre, duke argumentuar arsyet se përse bashkitë që drejtojnë duhet të vijojnë të ekzistojnë. Më 30 korrik, Partia Socialiste publikoi projekt ligjin për ndarjen e re territoriale të vendit, i cili parashikon që Shqipëria do të ketë 46 njësi vendore, duke vendosur shkrirjen e 15 bashkive. Drafti ju është çuar për konsultim bashkive, të cilat kanë 2 muaj kohë të japin mendimin e tyre. Por propozimi i socialistëve u kundërshtua nga opozita, si edhe nga kryetarët e bashkive që shkrihen, përfshi ata që i përkasin Partisë Socialiste. Shumica e këtyre drejtuesve të pushtetit vendor u bashkuan me qytetarët në protest kundër ndarjes së re territoriale. Ndarja e re territoriale është parashikuar të miratohet në vjesht dhe zgjedhjet lokale të vitit 2027 do të zhvillohen mbi bazën e saj. Sali Berisha akuzoi Edi Ramën se kërkon të shkrijë bashkitë për të përqendruar çdo pushtet në duart e tij. Lideri i opozitës tha se Partia Demokratike nuk do të lejojë projektin e kryeministrit, që sipas Berishës po shkon drejt fundit të tij politik. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se opozita do të bëjë çdo përpjekje kundër hartës territoriale të propozuar nga mashoranca socialiste me 46 bashki. Në një konferencë me gazetarët, Berisha citoi qëndrimin e Kongresit të Autoriteteve Rajonale Lokale një ditë më parë, duke theksuar se qytetarët duhet vendosin me referendum për fatin e bashkive ku jetojnë. Ka një zhvillim shumë pozitiv në këtë aspekt, qëndrimi i qartë publik i Kongresit të Autoriteteve Rajonale Lokale lidhur me ndryshimet e hartës së njësive territoriale në Shqipëri, përcaktohet se karta e këtij kongresi e firmosur nga Shqipëria detyron referendumet, detyron konsultimet. Sipas Berishës, shkrirja e 15 bashkive i shërben vetëm një qëllimi i përqendrimit të pushtetit në dorën e kryeministrit. Edi Rama ka bërë hiperpërqendrimin dhe hipercentralizimin e pushtetit në Shqipëri. Në disa aspekte ju nuk e njihni, por absolutisht më shumë se diktatori Enver Hoxha. Në diktaturë ishin komitete ekzekutive të rrethit, por kishte edhe lokalitete. Ky hoqi i fshiu. Ky është vetëm vetë. Gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha deklaroi se ka parë një sondazh të brendshëm të Partisë Socialiste, duke pretenduar se mbështetja e mazhorancës tek qytetarët ka rënë. Partia e Krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%.
Edi Rama vetë qëndron ndër partitë. Berisha paralajmëroi se me përfundimin e pushimeve vjeshta do të shënojë zhvillime të reja politike kundër qeverisë. Situata e zjarreve u përkeqësua pas ditën e të mërkurës në Krujë. Riaktivizimi i vatrës në lagjen Abazaj detyroi evakuimin e disa familjeve shtëpitë të cilave rrezikoheshin. Ndërkohë një zjarr i madh shpërtheu në fshatin Ndajas të Tiranës, ku u desh ndërhyrja e helikopterëve. Banorët e lagjes Abazaj në Krujë po evakuohen nga shtëpitë e tyre për shkak të rrezikut nga flakët. Situata nga zjarri që djeg prej disa ditësh këtë zonë është përkeqësuar dhe për këtë arsye, forcat e policisë kanë nisur nxjerrjen e banorëve nga shtëpitë. Aktualisht operacioni i evakuimit është përqendruar veçanërisht në banesat që ndodhen në pjesën pranë malit, ku situata paraqet rrezik për përhapjen e mëtejshme të zjarrit, ndërkohë autoritetet po ndërhyjnë nga ajri për të bërë të mundur neutralizimin e flakëve. Një zjarr ka përfshirë edhe zonën e Daiasit në Tiranë. Në vendngjarje kanë bërritur forca zjarrfikse, të cilat së bashku me një helikopter të forcave ajrore kanë punuar për të vënë nën kontroll vatrën, ndërsa flakët nuk kanë rrezikuar banesat. Lufta me flakët vijon edhe në Gurlur, në Dibër, ku forca zjarrfikëse dhe ato bashkiake, apo edhe vullnetar po punojnë për të mbajtur vatrën nën kontroll. 2 helikopterë dhe 2 avion Air Tractor janë angazhuar nga ajri. Për shkak të afërsisë së zjarrit me disa banesa, forcat zjarrfikse janë pozicionuar pranë tyre për mbrojtjen e komunitetit. Edhe në drenia të Patosit, pas reaktivizimit të vatrës, janë angazhuar 7 automjete zjarrfikse me 30 efektiv, forca policore, pyjore dhe vullnetar, të mbështetur nga 2 avion Air Tractor. Zjarri aktualisht ka marrë përhapje të gjerë dhe po mbahet në monitorim nga forcat e ushtrisë dhe zjarrfiksit, të cilët po punojnë në terrenin e vështirë kodrinor. Ekspertët e konsiderojnë vendim të duhur ndalimin e importit të mishit nga Brazili, masa që lidhet edhe me rrugtimin evropian të Shqipërisë, rrit sigurinë ushqimore në vendin tonë. Edhe pse ende jo zyrtare, duke filluar nga 3 shtatori, Shqipëria nuk do të importojë më mish viçi dhe shpendesh nga Brazili, i cili është vendi kryesor i furnizimit për këtë kategori produktesh në tregun shqiptar. Kjo mas vjen si pjesë e parafrimit të direktivave shqiptare me ato të Bashkimit Evropian në kuadër të kapitullit 12. Ky është një vendim në gjykimin tim deri diku i mirë, është një vendim që rrit standardet e sigurisë ushqimore, por edhe cilësisë, sepse mishi i Brazilit nuk ka qenë i pasigurt, por sigurisht një mish më i freskët është më cilësor, dhe që nga ana tjetër i jep një frymëmarrje prodhimit vendas. Vendimi vjen pas shqetësimeve lidhur me përdorimin e disa medikamenteve dhe praktikave që përdoren në Brazil për rritjen artificiale të masës muskulare te kafshët dhe shpendët. Rregullora e fundit e Bashkimit Evropian e Komisionit për ndaluar mishin e Brazilit është bazuar mbi disa antimikrobik që përdoren në kafshë dhe shpend në Brazil, të cilët mbas studimeve sigurisht të EFSA-s, Autoritetit Evropian për Sigurinë Ushqimore, është konstatuar që nuk janë të mirë për shëndetin. Bëhet fjalë edhe për disa medikamente të cilat ju japin kryesisht gjedhit, po ndoshta edhe shpendëve për shtuar peshë, pra masë muskulare, dhe kjo është konsideruar si e rrezikshme ose e padobishme për shëndetin e konsumatorëve. Sipas të dhënave nga Instat për gjatë vitit të kaluar, vendi ka importuar nga Brazili më shumë se 13.000 ton mish dhe të brendshme të mishit, duke bërë atë një nga furnizuesit kryesor të tregut shqiptar. Me ndërprerjen e furnizimit pritet që masa të kenë ndikim edhe në çmimet e produkteve të mishit. Patjetër që kjo do të reflektohet në një farë mënyrë një rritje çmimi, kryesisht për mishin e viçit. Krahasuar me derën apo me pulën, mishi i viçit është sasi të vogla që importohet në Shqipëri nga Brazili, sepse ne importojmë kafshë gjalla, therën, një sasi shumë e madhe hyn kontrabande kafshëve gjalla, të cilat po ashtu therën dhe tregtohen si mish. Ndërkohë importuesit shqiptar kanë nisur të shohin drejt tregjeve të tjera për furnizimin me produkte shtazore, kryesisht në vendet e Amerikës Latine, por edhe në tregjet europiane.
I braktisur nga familjarët e tij vrasës së 20 vjeçarit Joan Zuko në Korçë doli përpara gjykatës nën masa të rrepta sigurie. Kristian Sterjo shfaqi pendes në sallën e gjyqit duke thënë se nuk ishte për qëllim ta vriste të riun. Tokat e zeza vendosën ta mbajnë në qeli autorin e krimit. Gjykata e Korçës ka lënë në burg Kristian Sterion, autorin e vrasjes së 20 vjeçarit Joan Zuko që tronditi qytetin e Korçës në 8 gusht. Seanca për caktimin e masës së sigurisë u zhvillua këtë të mërkur në kushte të rrepta sigurie. Prokurori Artenida Toska kërkoi masën arrest me burg për Sterion, kërkesë që u pranua edhe nga gjykata. Në ambientet përreth gjykatës u vendosën forca të shumta policie, ndërsa institucioni u rrethua për shkak të ndjeshmërisë së lartë të çështjes. Në seancë nuk u paraqit asnjë familjar, as nga familja e viktimës dhe as nga familja e autorit të dyshuar. Sipas informacioneve, Sterjo ka qenë i qetë përgjatë gjithë seancës. Në përfundim, ai ka deklaruar se është penduar për atë që ka bërë. Sterjo ka treguar se mes tij dhe Joan Zukos kishte pasur konflikte edhe më herët, por ka mohuar se ka pasur qëllim ta vriste. Joan Zuko, 20 vjeç, u qellua me armëzjarri pas ditën e 8 gushtit në lagje nëmër 14 të Korçës. Sipas të dhënave të bëra publike nga hetimet, mes Zukos dhe Kristian Sterios kishte pasur një konflikt të mëparshëm. Në dëshmi para hetuesve, Sterjo ka dhënë versionin për ngjarjen duke deklaruar se konflikti kishte nisur 2 javë më parë. Sipas tij, ditën e ngjarjes pati fillimisht një përplasje fizike mes dy të rinjve, pas së cilës ai u largua dhe shkoi në banesë. Sterjo ka rrëfyer se më pas ka marrë një armë zjarri që e kishte fshehur dhe shërkthyer në zonën ku ndodhej Zuko. Sipas dëshmisë së tij, ai e ka ndjekur 20 vjeçarin dhe e ka qolluar me armë. Pas ngjarjes ai u largua nga vendi i krimit dhe për disa orë qëndroi në arrë tij. Policia e Korçës arriti ta lokalizoi dhe ta arrestoi rreth mesnatës së 9 gushtit pranë zonës së Mitropolis. Gjatë veprimeve hetimore janë administruar prova materiale dhe janë sekuestruar sende që dyshohet se kanë lidhje me ngjarjen. Sterjo akuzohet për veprat penale, vrasje me paramendim dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve dhe i municionit. Me argumentin se nuk kanë marrë kompensimin e premtuar nga qeveria për naftën, transporti urban kërcënon me uljen e numrit të autobusëve. Përfaqësues të operatorëve thonë se shërbimi për qytetarët do të kufizohet nëse nuk ka një reagim për t'i dhënë zgjidhje situatës. Shoqatat e transportit rikthehen tek paralajmërimet për reduktim të flotës autobusëve në qarkullim. Këtë herë operatorët pretendojnë se procesi i rimbursimit me 50 lekë për litër karburant ka ngecur dhe se ata nuk po marrin shumën e kompensimit, ndryshe nga çfarë parashikon VKM-ja e miratuar. Kërkohet merren masa të menjëhershme lidhje me rimbursimin sipas VKM-s për 50 lekë për litër për muajin mars, prill, maj. Të gjithë operatorët kanë kryer të gjitha procedurat e aplikimit në institucionet përkatëse, mirë po ka një ngërsh institucional i cili nuk po e zgjidhin edhe ende akoma në këtë momente që flasim nuk është kaluar rimbursimi tek operatorët. Shqetësim për ta mbetet edhe çmimi i naftës, i cili është rikthyer arritjes gjatë ditëve të fundit, duke kapërcyer 200 lekë për litër. Jemi drejtuar Ministrisë Ekonomisë, Ministrisë Financave dhe Ministrisë Transportit në lidhje me vazhdimin e kësaj VKM-je, pra të ketë një afat tjetër për një periudhë 3 mujore ose aq sa të zgjasi edhe çmimi i karburantit që është rritur. Në rast se situata vijon e pandryshuar, operatorët thonë se do të paksojnë numrin e autobusëve që ofrojnë shërbim për qytetarët. Shpresoj që mos arrim deri këtu, patjetër që në rast se mos reagimi, në rast mos përgjigje, në rast mos rimbursimit të operatorëve për rritjen e çmimit të karburantit, patjetër që ne do të detyrohemi me mundësitë financiare që operatorët kanë të reduktojmë flotën e tyre ashtu siç ndodhi dhe në muajt ku çmimi i karburantit te kaloi 220 lekë. Në mesin e prillit, flota e autobusëve u reduktua me 40%, por kjo situatë nuk zgjati shumë sepse qeveria ul në tryezë me operatorët dhe më pas miratoi skemën mbështetëse për ta. Më në fund, Spitali i Korçës është pajisur me shërbimin e kimioterapisë. Investimi lehtëson ndjeshën trajtimin e pacientëve të cilët duhet të udhëtonin drejt kryeqytetit. Ministria e Shëndetësisë Visala siguroi se shërbimi do të ofrohet edhe në spitale të tjera rajonale. Rreth 300 pacientë të qarkut të Korçës që marrin trajtim për sëmundje tumorale do të mund ta kryejnë tashmë kimioterapinë pranë vendbanimit të tyre.
Spitali Rajonal është pajisur me njësi të kimioterapisë ditore duke shmangur udhëtime drejt Tiranës për marrjen e këtij shërbimi. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala theksoi se zgjerimi i shërbimeve onkologjike në rajone synon të afrojë trajtimin me pacientët dhe të përmirësojë cilësinë e kujdesit. Është e rëndësishme që po e merrni shërbimin në Koç, afër shtëpisë, nuk ka nevojë të shkoni në Tiranë. Sigurisht në Tiranë me Institutin e Ri të Onkologjisë që kemi krijuar do ndihmojë që gjithçka të jetë ndërlidhur. Rjeti kombëtari i onkologjisë me që suton në qendër me dhe gjithë polet që jeni këtu tash, ky pol dhe është ristrukturuar, që është një gjë shumë e mirë, sepse sigurisht kryesorja janë medikamentet, ilaçet, por dhe kushtet, mjekët, po dhe kushtet ku do trajtoheni është një rëndësi shumë e madhe. Përveç kimioterapisë, Spitali Rajonal i Korçës është pajisur edhe me shërbimin e radiologjisë me teknologji moderne. Së shpejti pritet të instalohet edhe sistemi i cili do të mundsojë akses dhe shkëmbim më të shpejtë të informacionit, duke ndihmuar në përshpejtimin e diagnostikimit. Numri i personave që preken nga sëmundjet reumatizmale po rritet me ritme të shpejta. Në Elbasan mjekët konstatojnë me shqetësim se mosha e pacientëve ka ardhur duke ulur. Sëmundjet reumatizmale po prekin një numër të lartë të pacientëve në vendin tonë, por shpesh ato zbulohen vonë. Kjo është edhe arsyeja e mosnjohjes së shenjave që shoqërojnë të tilla sëmundje. Janë rreth 200 sëmundje të cilat prekin muskujt, kockat dhe tendinat. Mjekët reumatolog në Spitalin Rajonal të Elbasanit tregojnë se cilat janë disa nga simptomat që nuk duhen neglizhuar. Shenjat kryesore të tyre janë ajntjet, skuqjet e kyçeve, nxehtësia lokale, ngurtësia mëngjesore e pashpjegueshme mbi 30 apo 60 minuta, lodhja e shpesh gjatë kryerjes së aktiviteteve të përditshme, vështirësitë në ecje dhe lëvizje, por gjithashtu dhe shenjat të tjera siç janë për shembull rënja e pashpjegueshme e flokëve, një temperaturë që ne i themi subfebrile deri në 37.5 gradë Celsius. Ekspozimi në diell apo frekuentimi i ligjave pa përcaktuar më parë llojin e sëmundjes mund të shkaktojë probleme serioze tek pacientët. Ekziston një mit që i nxehti ligja, rëra e nxehti bën mirë sëmundjeve reumatologjike, por kjo nuk është e vërtetë, sepse ka sëmundje reumatologjike siç janë ato të spektrit autoimun, që gjithmonë acarohen nga i nxehti dhe nuk duhet pacientët të ekspozohen në të nxehtë dhe në temperatura të larta. Ndërkohë që grupi tjetër të patologjive reumatizmale, siç janë ato të osteoartrozave, pra sëmundjeve degenerative, i nxehti, ligjat, plazhi i bëjnë shumë mirë. Ajo që vjet re me shqetësim nga specialistët lidhet me uljen e moshës së personave të cilët po preken nga sëmundjet reumatologjike. Grupmosha e sëmundjeve autoimune, që janë sëmundje gjenetike të indit lidhor, janë kryesisht moshat e reja, fillohet edhe që në fëmijërinë e hershme, pra kemi artritet juvenile, që fillojnë që në moshën 2, 1 vjeç, 3 vjeç, ndërkohë që patologjitë degenerative janë ato që ndodhin në moshën e tretë. Mjeku thotë se nisur nga eksperienca mjekësore, numri më i lartë i pacientëve që diagnostifikohen me një sëmundje të tillë, kryesisht autoimune në qarkun e Elbasanit, është në Librazh dhe në qytetet veriore të vendit. Ndodh edhe në veriun e vendit që janë shumë të përhapura, sidomos sëmundjet autoimune. Nga eksperienca ime në qendrat spitalore universitare të Tiranës, pjesa më e madhe e sëmundjeve autoimune vinte pikërisht nga veriu i vendit, jo vetëm nga Shqipëria mesme apo nga zona e jugut. Veriu ishte ai që predominonte. Si për çdo sëmundje tjetër, edhe për ato reumatologjike, aktiviteti sportiv dhe dieta e pasur ushqimore, sidomos me antioksidant, janë thelbësor për të pasur një shëndet të mirë. Kompania Bankers Petroleum, që është frytëzon puset e naftës në zonën e Patos Marinsës, nuk u paguan qiran e tokave banorëve të disa fshatrave prej muajsh. Për këtë arsye, ata kanë protestuar para zyrave të kompanisë, duke kërkuar shlyerjen e detyrimeve. Dhjetra banorë të fshatrave të zonës naftëmbajtëse Patos Marinsës kanë protestuar sërish para ditën e kësaj të mërkure përballë zyrave të kompanisë Bankers Petroleum për mos pagesën e qiras së tokës. Ata pohojnë të ndinjuar se rreth 800 banorë të fshatrave Marinës, Belin, Sheqisht, Zharës, Kamfrashër dhe Kuman që prej fillimit të këtij viti nuk janë paguar për qiran vjetore nga kompania. Këta më shihen si minjët, se edhe origjinën që ande kanë këta. E kupton? Ky popull nuk është vlerësuar prej kohësh
dhe e shtallur, vjen unë për shumë kam marrë mbi 50 herë këtu. Ta kanë thënë që pas 2 javë, në arini 2 javë ko, pra ne kemi ardhur sot ne. Dhe s'kemi marrë asnjë përgjigje? S'kemi marrë përgjigje e presim sot. Banorët kërkojnë respektimin e kontratës sipas ligjit dhe kundërshtojnë pretendimet e kompanisë se çmimi historik i qirasë së tokës në fushën naftëmbajtëse prej 400 lekësh për metër katror te i kalon ndjeshëm vlerat aktuale të tregut. Jemi dakord neve naftës si rritet çmimi, ndërsa ne na ulet ajo oferta për të pronën tonë. Nuk kemi dakord dhe s'do jemi dakord përderisa të realizohet kontrata. Neve tani do ta përshkallëzojmë protestën tonë në vendburim. Njëkohësisht do të bëjmë një peticion t'ia dërgojmë krimit ekonomik, sepse kompania na ka marrë tokat, na i ka zaptuar dhe nuk na ka dhënë dëmshpërblimin. Kompania është gjendur gjithashtu në qendër të një hetimi për evazion fiskal. Hetimet lidhen me fshehje reale të deklarimeve të ardhurave të kompanisë dhe mospagimin e detyrimeve të punonjësve. Përfaqësuesit e Izraelit dhe të Hezbollahu do të ulen në tryezën e negociatave në shtator me synimin për t'i dhënë fund konfliktit. Bisedimet që janë planifikuar të mbahen në Rom do të mbikëqyren nga Shtetet e Bashkuara, por një marrëveshje përfundimtare duket e largët. Diplomacia amerikane rikthehet në tryezën e negociatave për Libanin, ndërsa tensionet mes Izraelit dhe Hezbollahut vijojnë të mbajnë të brisht situatën në rajon. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se raundi i radhës i bisedimeve Izrael-Liban do të zhvillohet në Rom në fillim të muajit shtator në ndërmjetësimin e Washingtonit. Bisedimet synojnë të çojnë përpara përpjekjet për një zgjidhje më të qëndrueshme të konfliktit dhe për të garantuar që territori libanez të jetë nën kontrollin e institucioneve shtetërore. Një nga çështjet kryesore në tryezë mbetet zgjerimi i zonave pilot në jug të Libanit, ku ushtria libaneze pritet të ketë kontroll ekskluziv. Por rruga drejt një marrëveshjeje mbetet e vështirë. Hezbollah, grupi armatosur i mbështetur nga Irani, kundërshton përpjekjet që lidhen me çarmatimin e tij, ndërsa Tel Avivi vazhdon të argumentojë se prania dhe aktiviteti i grupit përbëjnë kërcënim për sigurinë e tij. Shtetet e Bashkuara thonë se pavarësisht pengesave, procesi diplomatik po ecën në një drejtim pozitiv. Në sfondin e kësaj përplasjeje qëndron edhe marrëdhënia e tensionuar mes Washingtonit dhe Teheranit. Irani e konsideron Hezbollahun një pjesë të rëndësishme të rrjetit të tij rajonal të aleatëve, ndërsa administrata amerikane kërkon të kufizojë ndikimin iranian në Liban dhe më gjerë në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbajtur një qëndrim të ashpër ndaj Teheranit, duke i përshkruar iranianët si negociator të vështirë dhe të pabesueshëm. Deklaratat e tij tregojnë se krahas përpjekjeve diplomatike, Washingtoni nuk ka hequr dorë nga presioni ndaj Iranit. Kështu, takimi i shtatorit në Rom pritet të jetë një tjetër test për diplomacinë amerikane dhe për mundësinë e vendosjes së një ekuilibri të ri në Liban, në një kohë kur çdo përshkallëzim mes Izraelit dhe Hezbollahut rrezikon të zgjerojë edhe më tej konfliktin në lindjen e mesme. Bilanci i viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi Kolumbin ka shkuar në të paktën 254, mirat të tjerë rezultojnë të zhdukur, ndërsa ekipet e kërkim shpëtimit vijojnë operacionet në rënoja në përpjekje për të gjetur të mbijetuar. Tërmeti me magnitud 7.4 goditi vendin të hënën në mëngjes dhe sipas autoriteteve ishte më i fuqishëm i regjistruar në Kolumbi gjatë shekullit të 21. Presidenti i vendit tha se mbi 3.800 persona janë raportuar të zhdukur, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rëndohet më tej. Paris Saint-Germain dhe Aston Villa përballen sonte në Salzburg të Austrisë në Superkupën e Europës. Trofeu i parë i sezonit të ri në kontinent përplas kampionët e Europës, favorite dhe sonte kundër anglezëve të cilët kanë humbur dy lojtarët më të mirë në merkato. UEFA do të ndajë sot trofeun e parë të sezonit të ri. Paris Saint-Germain dhe Aston Villa përplasen në Salzburg të Austrisë në Superkupën e Europës. Fituesit e UEFA Champions League do të sfidohen nga fituesit e Europa League në një ndeshje të vetme. Në letër armata e suksesshme Luis Enriquez është favorite edhe për takimin e sotëm. Ata janë fitues e Ligës Kampionëve në 2 vitet e fundit të radhas dhe pa diskutim, një ekip shumë i vështirë për të përballuar. I vetmi shqetësim që ka trajneri Luis Enriquez se nuk do të ketë gjithë lojtarët e tij në formë.
Kjo për shkak se disa prej titullarëve kanë mbritur në klub dhe janë bashkuar ekipit vetëm ditët e fundit në stërvitje. Dembele, Due, Barcola apo dhe Fabian Ruiz. Ylli i skuadrës Kvaratskhelia do të duaj me siguri në të maj, ndërsa në të djathtë mund të ketë hapësirë për Akliush, lojtari bler nga Monaco për 50 milion euro. Parisi është fitues në fuqi i Superkupës pasi edhe gushtin e kaluar triumfoi me penalti kundër Tottenham, një tjetër ekip anglez. Skuadra e Luis Enriques mund bëhet ekipi i vetëm pas Realit në 2016-2017 që do të fitonte Superkupën e Europës 2 vite radhazi. Në krahun tjetër është Aston Villa e trajnerit ekspert në Kupat e Europës, Unai Emery. Skuadra nga Birminghami humbi në merkato 2 jetë mes fushës. Rodgers dhe Tielemans, mirë ka bler 2 lojtarë të tjerë të talentuar si Manzambi dhe Joao Gomez. Talenti i Zvicrës për fatin e keq të Aston Villës është i dëmtuar dhe nuk do të luajë. Mes klubeve së fundmi pati edhe një lëvizje në merkato, pasi Lucas Digne, mbrojtësi përfaqësues franceze, pas 182 ndeshjesh të luajtura me Aston Villën, u transferua tek skuadra e Paris Saint-Germain. Në sezonin 2024-2025, mes këtyre dy ekipeve pati ndeshje mjaft bukura në çerifinalet e Champions. Fitoria 3-2 e Aston Villës në Angli nuk mjaftoi për të përmbysur humbjet e ndeshjes parë 3-1 në Francë dhe skuadra e Paris Saint-Germain vijoi rrugtimin për të shpallur pastaj kampion e Europës. Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez janë zyrtarisht të burrë dhe grua, pas afro një dekade bashkëjetesë, çifti vendosi të kurorëzoj lidhje në martesë përmes një ceremonie shumë intime të zhvilluar në Portugali. Ylli i futbollit botror Cristiano Ronaldo celebroi në martesë marrëdhënien e tij shumë vjeçare me Georgina Rodriguez. Çifti i famshëm u martua në një ceremoni civile shumë private në Cascais të Portugalisë, në prani të 5 fëmijëve të tyre. Njoftimi u bë nëpërmjet rrjeteve sociale me një foto të duarve të çiftit njëra mbi tjetrën, ku fokusi ishte tek unazat e tyre të reja të martesës. Fotografia shoqëroi vetëm nga 2 shkronja dhe një zemër, C.G. Asnjë imazh i fustanit të nusërisë, asnjë ceremoni madhështore shfaqur për publikun dhe asnjë deklaratë e gjatë. Ronaldo dhe Rodriguez zgjodhen të ishin shumë diskret në këtë rast. Në 2017, Georgina Rodriguez punonte si asistente në një dyqan Gucci, kur u njoh me kampionin luzitan, i cili luante për Realin e Madridit në atë kohë, dhe më pas lidhja e tyre brenda një periudhe të shkurtër u bë publike. Fryti i dashurisë tyre janë 2 vajza, Alana Martina dhe Bella Esmeralda, të lindura në 2017 dhe 2022, ndërsa Ronaldo është gjithashtu babai i Cristiano Junior, lindur në 2010 dhe binjakëve Eva dhe Matteo. Megjithëse kanë afro 10 vite që jetojnë bashkë, Ronaldo e Georgina Rodriguez zyrtarisht nuk ishin të martuar, të paktën deri të martën, kur zgjodhen ta kryejnë ceremoninë e thjeshtë, larg vëmendjes së mediave dhe paparazëve. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndahemi këtu.